Bombarduesi strategjik i gjeneratës së re B-21 Raider që po zhvillohet nga kompania amerikane Northrop Grumman për forcat ajrore të Shteteve të Bashkuara ka përfunduar një pjesë të rëndësishme të testimeve shumë më shpejt nga sa ishte planifikuar. Sipas raportimeve, cikli i testimeve që ishte parashikuar të zgjaste rreth 180 ditë u përmbyll për vetëm 73 ditë. Ekipet përgjegjëse arritën të realizojnë rreth gjysmën e misioneve testuese në një kohë shumë më të shkurtër nga pritshmëritë fillestare. Megjithëse detajet për të gjitha fluturimet nuk janë bërë publike, bëhet e ditur se ritmi i testimeve ishte më i lartë se sa pritej dhe me shumë më pak ndërprerje mes fluturimeve. B-21 Raider është projektuar si zëvendësues i afatgjatë i bombarduesve strategjik amerikan, B-1 Lancer dhe B-2 Spirit. Programi konsiderohet pjesë e modernizimit të kapaciteteve ushtarake dhe bërthamore të Pentagonit. Ekspertët që ndjekin zhvillimin e avionit vlerësojnë se shpejtësia e testimeve tregon se disa nga sistemet kryesore të mjetit janë më të avancuara krahasuar me projektet e mëparshme të aviacionit ushtarak. Megjithatë, specialistët paralajmërojnë se programi ende ndodhet në fazë testimi të karakteristikave të fluturimit, ku po verifikohen sistemet e kontrollit, sensorët, aftësitë stealth të padukshmërisë ndaj radarëve dhe integrimi i armëve. Forcat ajrore amerikane nuk kanë bërë ende publik afatin zyrtar për futjen e plotë të B-21 Raider në përdorim operacional, por pritet që ai të bëhet një nga elementët kryesor të fuqisë strategjike amerikane në vitet e ardhshme.